Përshëndetje, mirë se vini, flasim hapur në Durrës Lajm. Ky episod I kushtohet ekonomisë së Durrësit, ekonomisë dëmeve financiare dhe ekonomike që u bën në Durrës për shkak të përmbytjeve, Durrësi në tërësi, Shqipëria në tërësi, ku është ekonomia shqiptare sot. Kemi nderin të kemi ftuar doktor Morena Boja, lektore në Universitetin Aleksandër Meshiu në Durrës. Faleminderit zonja Boja që jeni sot në flasim hapur. Faleminderit ju për ftesën. Kohët e fundit, tashmë dim, pati një përmbytje shumë të madhe në Durrës. Mund të diskutojmë I ludhem kostot financiare, ekonomike, jo vetëm për familjarët, por edhe për bizneset dhe qytetin në tërësi? Po. Atëherë, në fakt, situata që u krijua në Durrës për shkak të përmbytjeve ka disa pasoja, pra jo vetëm pasoja ekonomike, por dhe pasoja sociale, por nëse ne do të analizonim pasojat ekonomike, unë do t'i ndaja në 3 grupe, pra cili është target grupi I prekur nga përmbytja që ndodhi në Durrës. Së pari do thoja që janë banorët, sepse për to është përveç dëmeve që kanë pasur, duhet që t'i riblejnë gjitha pajisjet edhe materialet, pra janë qytetarët, janë bizneset, por ne kemi dhe një dëm ekonomik edhe në buxhetin e shtetit, sepse e dim që buxhetet lokale janë të lidhura me buxhetet qendrore. Mendoj që duke qenë një shpenzim I paparashikuar, pra për secilin prej target grupeve, sepse askush nuk e mendonte që do kishte përmbytje, aq më tepër përmbytje në këtë lloj përmase, sepse dëmet kanë qenë relativisht të mëdha, pra flitet diku rreth 800 banesa të përmbytura, por kur themi 800 banesa të përmbytura, mund edhe të konsiderojmë që të gjitha pajisjet elektroshtëpiake apo pajisjet të tjera që ato kanë janë të dëmtuara, kështu që kjo nënkupton një shpenzim të paparashikuar në buxhetin e secilës familje. E njëjta gjë është edhe për bizneset, sepse flasim për biznese që mund të jenë biznese të vogla, pa shumë dëme në aspektin ekonomik dhe financiar, pra mund të konsiderojmë dëme vetëm ato ditët e pushimit ose pamundësinë për të aksesuar në biznes, por kemi dhe biznese të tjera të cilat kanë pasur dëme relativisht të mëdha dhe si rrjedhoj do duhet që për të vazhduar ritmin e biznesit, pra për të vazhduar punën dhe ritmin e mëparshëm, do I duhet patjetër që të zëvendësojnë pajisjet, makinerit dhe gjitha dëmet që atyre ju shkaktuan nga kjo përmbytje. Po në buxhetin e shtetit ose në buxhetet lokale si reflektohet. Perfekte patjetër do kishte qenë që fondi parashikuar, I supozuar për situata emergjente të mund të mbulonte këto lloj shpenzimesh, por në fakt buxheti, sidomos buxheti I Bashkisë Durrës, nuk ka asnjë fond I cili mund të përballojë të gjithë dëmshpërblimin si për bizneset, për qytetarët, por dhe për ente publike të cilat mund të kenë qenë përmbytur gjatë kësaj situate. Kështu që edhe për buxhetin në nivel qoftë lokal, qoftë në nivel qendror, është një shpenzim I paparashikuar dhe në një formë apo në një tjetër, ato duhet që të gjejnë para për të bërë dëmshpërblimin, që sigurisht mendoj që përveç burimeve financiare do kërkoj kohë edhe nga ana proceduriale për t'i rimbursuar dhe për t'i dëmshpërblyer. Ju keni qenë antar e Këshillit Bashkiak të Durrësit dhe njihni mirë, besoj, edhe çështjen e planifikimit të buxhetit. Është praktik të ketë fonde për emergjencën, pra një lloj parashikimi I mundshëm për raste të tilla? Patjetër që është një gjë totalisht e mundshme. Është një gjë që duhet, pastaj a është praktik dhe a bëhet, kjo është një çështje tjetër sepse lidhet me aftësinë financiare që kanë buxhetet lokale. Pra, duke qenë se ne jo vetëm në Durrës, por pothuajse në të gjitha bashkitë përveç Tiranës, që është 60+1 shpesh konsiderohet, të gjitha bashkitë e tjera kanë deficienca buxhetore, që do të thotë që ato mbledhin shumë pak të ardhura se sa shpenzimet që gjenerojnë. Dhe duke qenë në këtë situatë, kur ti ke më pak para se sa parat që shpenzon dhe këtë diferencën ti e financon nëpërmjet
buxhetit të shtetit, patjetër që bëhet e pamundur, pra nuk është mundësia që ti të parashikosh një zë që shkon për situatat emergjente. Mendoj që buxhetet, sidomos buxhetet lokale, ka nevojë që të rishikohen dhe të mos bëhen thjesht copy-paste, sepse shpeshherë po të lexosh relacionet e buxheteve vit pas viti është plus minus e njëjta gjë me një diferencë shumë të vogël nga njëri vit në tjetrin. Do ishte mirë që ndërtimi i buxhetit të merrej më seriozisht nga gjithë aktorët politik, sepse në buxhet nuk është se përfshihet kush qeverisë, pra janë gjithë aktorët politik. Për më tepër buxheti kalon nëpërmjet një procesi konsultimi, pra sipas ligjit buxhetet janë pjesë e konsultimeve publike, që do të thotë që nëse të gjitha këto hapa merren seriozisht, pra duke filluar që me ato që propozojnë aktorët politik, me ato që propozon komuniteti nëpërmjet proceseve të konsultimit, dhe si rrjedhoj dhe ajo që miratohet, pra me dakordsinë e të gjithëve është diçka më produktive. Faktikisht, unë kam bërë dhe një studim në lidhje me përfshirjen e qytetarëve në buxhet, pra a kanë dieni për procesin e konsultimit dhe a janë të përfshirë ato në procesin e konsultimit. Dhe nga ky studim ne kemi vënë re dy fenomene që nuk ndodhin në vendet e Europës në të cilat ne kërkojmë të shkojmë. E para është që procesin e konsultimit e njohin vetëm ato që deklarojnë që janë në punës të administratës publike ose kanë njohuri dhe janë pjesë e qeverisjes lokale. Dhe e dyta, të intervistuarit deklarojnë që nuk përfshihen, pra përveç se nuk e njohin, edhe po ta njihnin nuk do përfshiheshin, sepse mendojnë që ato çka ato sugjerojnë nuk merren konsiderat. Dhe këto në fakt janë probleme të cilat kanë pasoja të ndryshme. Edhe për sa i përket çështjes të përmbytjes, për shembull, nëse marrim në analizë, në dijenin time ose me ato çfarë ka qarkulluar, banorët në mos gaboj të zonës së ish-Kënetës ose siç e quajmë ne sot Durrësi i Ri, kanë bërë një shkresë, pra përpara se të ndodhte përmbytja, kanë bërë një shkresë drejtuar Këshillit Bashkiak edhe Bashkisë së Durrësit, nëpërmjet të cilës ata kërkojnë që të rishikohet si mund të evitohen situata të tilla, duke qenë se kjo përmbytje ishte e treta në harkun kohor të një viti dhe me të drejtë ato kanë bërë një shkresë ku kërkojnë që të rishikohet sistemi i kanalizimeve, mirëmbajtjes, drenimi etj. Dhe këtu në fakt, nëse banorët kërkojnë të përfshihen, pra po të vënë në dijeni të një problemi që ato kanë, dhe nga ana tjetër ne kemi mungesë të aktorëve vendimarrës në përgjigje të kësaj kërkese të qytetarëve, atëherë bën sens dhe ajo që ne vëmë re në studimin tonë, që edhe sikur ne t'japim mendim, prapë ky mendim nuk merret në konsiderat, kështu që më mirë nuk po angazhohem fare dhe nuk po ekspozohem fare. Përveç faktit që mendoj që në Shqipëri njerëzit kanë edhe frikë të përfshihen, qoftë edhe në procesin e konsultimit, për të dhënë opinione, qoftë edhe si qytetarë, sepse në momentin e parë që ato japin një opinion, qoftë edhe si qytetarë, etiketohen politikisht, ndërkohë që nuk ka asnjë gjë të keqe, që pavarësisht se kush qeveris, ti të marrësh pjesë dhe të propozosh ato që janë më të mira për qytetin dhe që shërbejnë edhe vendimmarrjes politike, sepse vendimmarrja, pra, një ndër parimet themelore të qeverisjes lokale lidhet me parimin e subsidiaritetit, pra që qeverisë, ai që është më afër popullit, po ama për qeverisë unë duhet që të marrë në konsiderat atë çka mendon edhe komuniteti, ose duhet i shërbej atyre nevojave që ato kanë. Sepse nëse komuniteti ka nevojë për një sistem më të mirë kanalizimi për të evituar përmbytjet ose për çështje të tjera të lidhura me të, unë nuk kam pse me këto para që kam dispozicion të bëj një investim tjetër i cili nuk ka përfitueshmërisë sociale. Kjo është një parim mendoj shumë i rëndësishëm, sidomos kur flitet për
investime që janë investime publike. Pra, nëse në biznes unë bëj një investim dhe dua që nga ky investim që bëj të marr para mbrapsh, mundësisht 2 fishin apo 3 fishin e asaj çka unë investoj, parimi në qeverisje është që kur unë bëj një investim, përfitueshmëria komunitare ose sociale t'jetë shumë herë më e lartë se sa ato parat që unë kam investuar, gjë që realisht tek ne nuk ndodh, paktën deri tani. Duke u kthyer atit elementi shumë të rëndësishëm, zone Boja, që ju theksuat, pra aspekti për t'ia thjeshtuar qytetarëve, me sa mbledh bashkia, pra ose njësia e pushtetit vendor, dhe sa shpenzon, pra është një disraport, pra shpenzon më shumë nga sa mbledh. Dhe kohët e fundit, kryeministri i Shqipërisë mblodhi të gjithë kryebashkiakët për t'i thënë pikërisht këtë gjë, dhe duke në një farë mënyre duke i detyruar të mendojnë ndryshe, të drejtojnë ndryshe dhe të kenë një qasje ndryshe. Pra që bashkia ose bashkitë e vendit të mos jenë më kaq barë e madhe dhe të presin vetëm nga buxheti i shtetit, por do të ndryshojnë qasje, të fillojnë me thithje fondesh alternative, projekte, PPP që e përmendi kryeministri. Mendoni që është koha për ta bërë këtë gjë? Ka të drejtë kryeministri në këtë pikë? Atëherë, kjo deklarat mbështetet në disa ligje që mbështesin veçeverisjen vendore, siç është ligji për veçeverisjen vendore, nëpërmjet të cilit përcaktohet i gjithë funksionimi i njësive të veçeverisjes vendore, ligji për financat lokale, etj. Kështu që duke u nis nga baza ligjore, patjetër që kjo gjë bëhet, madje bashkit janë shumë vonë në shkëputjen nga buxheti i shtetit, sepse ne nga një anë flasim për decentralizim fiskal dhe financiar të institucioneve të veçeverisjes vendore, dhe nga ana tjetër themi jo se ti do bësh aq sa t'japun, pra kaq para sa t'japun. Deklarata patjetër që qëndron, unë këtë gjë ka shumë vite që e propozoj, minimalisht që nga 2019 që unë jam përfshirë në Këshillin Bashkiak në Bashkinë e Durrësit, duke qenë aty edhe pjesë pra zëvendës kryetare e komisionit të buxhetit, taksave dhe tarifave vendore, dhe ti e shikon më nga afër se si funksionon buxheti, sa para merren nëpërmjet transfertave qeveritare dhe me sa para kemi tonat për të mbuluar shpenzimet që ne kemi, kështu që patjetër që si sugjerim qëndron, baza ligjore është e gjitha në dispozicion, çka i mundson bashkive që t'jenë të pavarura. Mendoj që këtë gjë e mendojnë të gjithë personat që janë në fushën e qeverisjes lokale, pra kush merret dhe një qeverisjen lokale, shtron një pyetje shumë të madhe, po këto bashkit ç'bëjnë që varen vetëm nga buxheti i shtetit, pra çfarë bëjnë praktikisht? Dhe patjetër që jam e mendimit që bashkit duhet të gjenerojnë fonde të tyre. Ka mundësi pafund, thjesht nuk përdoren. Për shembull, unë po ju jap një shembull shumë të thjeshtë. Bashkia ka prona në dispozicion, apo jo? Pra, dhe nuk është vetëm Bashkia e Durrësit që ka prona, po thuajse të gjitha bashkit kanë prona. Dhe qa bëjmë ne? Këto pronat që ne kemi në dispozicion, japim me qëra për 2 euro. Ndërsa, për të plotësuar nevojat që ne kemi për ambiente ekstra, marrim me qëra 20 euro. Pra, unë jam 18 euro minus, po them, për metër katror në shpenzim, thjesht për ta thjeshtësuar në nivel llogaritjeje. Kjo është njëra ndër format. Një formë tjetër, për shembull, është diferencimi i sistemit të tarifave të shërbimit. Aktualisht pagua njësoj si njëri që ka një zyre dhe bën freelancer, që praktikisht nuk gjeneron mbetje, dhe pagua njësoj një biznes si vogël, i cili mund të gjeneroj 100 fish më shumë mbetje.
Pra, ka forma nga më të ndryshmet. Pra, këto lidhen me burimet e brendshme që institucionive qeverisjes vendore kanë dispozicion. Ka pastaj forma të jashtme, siç u përmendën edhe nga kryeministri, që lidhen me aksesueshmërinë në fondet që BE-ja jep apo donatorë të tjerë japin. Për këtë gjë mendoj që një pjesë e mirë e institucioneve të qeverisjes vendore nuk kanë staf mjaftueshëm dispozicion për të pas akses në këto lloj aplikimesh, sepse duhet njohësh, pra duhet të ndjekësh guidat dhe ju e dini fare mirë se si funksionon aplikimi në projekte të tilla. Duhet jesh shumë serioz, pra në momentin që ti merr një angazhim të tillë. Po. Dhe ekspertizë e lartë. Patjetër, pra mendoj që duhet të nisim fillimisht me hapa të vogla, pra fillimisht me ato çka ne kemi në dorë dhe janë realisht të realizueshme, mendoj, pra me aq njohuri sa kam edhe unë për financat edhe buxhetet lokale, dhe pastaj pse jo të trajnojmë staf i cili është i gatshëm dhe i aftë që të aplikojë në projekte të tilla ndërkombëtare, nëpërmjet të cilave ne mund të zhvillohemi. Durrësi për shembull është një qytet i cili ka turizmin bregdetar, por është një aset shumë i rëndësishëm edhe në kontekstin e turizmit kulturor. Pra është një qytet historik, mbar vlera, dhe në një farë mënyre ekzistojnë edhe qoftë edhe projekte të vogla nëpërmjet të cilave ne mund të promovojmë paketa të ndryshme, pra mund t'i shesim këto, pra ka forma nga më të ndryshmet për të optimizuar të ardhurat në buxhete. Ne në gjuhën popullore, ne si individ themi shtri këmbët sa ke organin, pra nuk shpenzoj më shumë se sa marrim. Fatkeqësisht kjo shprehje popullore nuk vlen për buxhetet publike, sepse ato kanë mundësi që t'i shtrin këmbët më shumë se çka një organin, duke marrë para borxh, por harrojmë që këto para borxh paguhen po nga ne qytetarët, kështu që mendoj që ne dhe kjo gjëja duhet na shqetësojë, ore po. Me të vërtet u bë ky investimi, po prit si është financuar. Pra jam dhe unë pjesë e atij investimit që është bërë. Pra ka shumë çështje që mendoj që duhet merren më me shumë seriozitet. Si mund të rritet ekonomikisht qyteti ynë i Durrësit? Me përfitim të drejt për drejt në ekonominë e familjeve dursale. Atëherë, Durrësi, në opinionin tim, është jo vetëm në opinionin tim, po edhe statistikisht në gjitha dhënat që ne shikojmë, është qyteti i dytë në Shqipëri pas Tiranës, jo vetëm në numër popullsie, po edhe ekonomikisht. Pra pas Tiranës është Durrësi ai që ka impaktin më të madh ekonomik në nivel kombëtar, dhe ka forma të ndryshme, pra edhe ato që unë përmenda pak më parë, që janë pjesë e vendimarrjes lokale, stimulojnë në një farë mënyre zhvillimin ekonomik. Por shtyllat kryesore në të cilat mund të mbështetet zhvillimi i Durrës, patjetër që mbeten turizmi, pra qoftë turizmi ujor, turizmi historik, e kështu me radhë, pra mund bëhet më shumë, por për të zhvilluar këto shtylla, një rol shumë të rëndësishëm luan edhe politika, pra procesi vendimarrës. Unë them duhet të zhvilloj turizmin, po nuk kam një transport publik urban të konsoliduar. Pra janë gjëra që shkojnë bashkë dhe duhen disa facilitete që i shërbejnë edhe qytetarëve, bizneseve edhe individëve. Pra unë mendoj që e gjitha fillon në kontekstin e politik bërjes. Pra duhen disa strategji zhvillimi serioze, të studiuara dhe që i përshtaten edhe situatës së qytetit, sepse nëse ndërmerren procese vendimarrje thjesht për interesa personale, pra pa i studiuar më parë, mendoj që ka një nivel risku shumë të lartë dhe jo vetëm që nuk ndihmojnë zhvillimin e qytetit, por e dëmtojnë atë. Po klima e biznesit në tërësi në Shqipëri, si mund të renditemi në listimin e gjitha vendeve në botë? Klima e biznesit, pra
biznesi në Shqipëri funksionon sipas kuadrit ligjor që përcaktohet, pra tatimor, fiskal etj. Që përcaktohet po nga procesi i politik bërjes. Në fakt, fatkeqësisht vitet e fundit, ne nuk kemi qenë shumë kompetitiv, nuk po them në nivel botror se është shumë, por nëse krahasohemi me vendet e Ballkanit Perëndimor, me vende me të cilat ne kemi ngjashmëri qoftë politike, ekonomike etj, nuk kemi qenë kompetitiv për disa arsye. Një për shembull është ajo që unë përmenda pak më parë, mungesa e një infrastrukture të konsoliduar, por jo vetëm transport publik, por dhe një rrjet infrastrukturor i cili bën një lidhje shumë të mirë të gjitha zonave. Një problematik tjetër që ne kemi pasur ka qenë dhe ndryshueshmëria disa herë brenda vitit e pagës minimale apo i sistemit të taksave dhe tatimeve. Gjë që step investitorët e huaj dhe na bën ne më pak të konkurrueshëm në krahasim me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, sepse kur një kompani e madhe vjen dhe investon, qoftë në Durrës ne aktualisht kemi goxha investitorë të huaj, pra pas Tiranës, Durrësi është qyteti i dytë që ka numrin më të lartë të investimeve, jo vetëm të brendshme, por edhe investimeve të huaja. I merr në konsiderat këto element dhe të gjithë faktorët janë të lidhura njëri me tjetrin. Pra Durrësi duke pas portin më të madh në vend, duhet ishte on top, pra në maj të investimeve në Shqipëri, sepse ka një logjistik të jashtëzakonshme shumë të mirë. Prej mira vitesh. Po, dhe që ka ekzistuar gjithmonë, por që nuk është përdorur ashtu siç duhet, ose janë faktorë të tjerë të cilët kanë ndikuar në mos pasjen e kësaj mundësie që mendoj duhet ta kishte për shkak të afërsisë që ka. Por edhe po ta lëm portin, pra po të marrim afërsinë që kemi me vendet e tjera, mendoj që dhe këtu jemi në avantazh, por është ajo që përmenda që sistemi infrastrukturor që ne kemi nuk është aq i konsoliduar, çka e bën të vështirë lidhjen e shpejtë në kohë të gjithë rajonet. Kemi akoma probleme. Urojmë të gjitha sipërmarrjet e reja të fundit për lidhje me trena apo zgjerime rrugësh apo korridore nga veriu deri në jug Shqipërisë. Urojmë që të realizohen, që të shërbejnë në funksion biznesit dhe zhvillimit ekonomik. Unë mendoj që janë shumë të domosdoshme, sepse kur ne flasim për linja hekurudhore, nuk flasim vetëm për transport njerëzish, por edhe për transport madrash, që e lehtësojnë shumë qarkullimin brenda rajonit ose lidhjes me vendet e tjera. Mendoj që duhen marrë më seriozisht edhe duhen respektuar disa parime shumë të rëndësishme të qeverisjes. Jemi në ditët e World Economic Forum në Davos në Zvicër. Të gjithë sytë e botës janë drejtuar aty. Sigurisht që Durrësi dhe Davosi nuk janë shumë larg, por përveç D-s nuk besoj që ka element të tjerë të përbashkët. Thjesht për argumente dhe për kënaqësi të bisedës sonë. Ka një ndryshim total në mendësinë si ekonomike, si politike, si geopolitike të botës, e cila është piknisjen e ka nga SBA-ja. Pra ka një zhbërje të Great Reset dhe për rikthehemi tek shtetkombet, tek fuqizimi ekonomik dhe ushtarak, e sigurisë, investimeve brenda kombeve etj. Është oportunitet ky për Shqipërinë. Mendon si duhet konkurrojë Shqipëria në këtë realitet të ri ekonomik që pritet të ndodhë dhe geopolitik? Atëherë, unë mendoj që impakti që ne kemi është për të mos thënë zero. Sepse sot ekonominë botërore udhëheqin, domethënë, ose politikat në nivel global i udhëheqin ato që kanë ekonominë. Pra vendet që kanë ekonominë më të fuqishme përcaktojnë edhe
gjithë politikat edhe në nivel botror. Në fakt, këtë vit, forumi ka qenë interesant, mendoj unë, në opinionin tim, edhe për shkak të disa deklaratave të presidentit amerikan, dhe mendoj që deklaratat e tij lidhen më shumë me faktin që ai mendon si biznesmen edhe është praktik, pra jep këto opinione nga këndvështrimi i biznesmenit dhe jo nga këndvështrimi i një politikani, sepse po të kishte qenë me një formim tjetër, mbase nuk do kishte dhënë deklarata të tilla ose do kishte qenë më i kujdesshëm në kundërshtin që i bën haptazi personazheve të ekspozuar politikisht të vendeve të caktuara, sepse mirë apo keq, pra pavarësisht mos dakordësisë, ato janë pjesë e gështatës, janë pjesë e vendeve të cilat udhëheqin ekonominë botrore, janë të zgjedhur për më tepër në vendin ku ato janë, e gjitha këto. Për sa i përket të rolit ton, pra unë mendoj që ne nuk kemi rol, por ama mund t'i përdorim këto forume për të promovuar vendin, për të thith investimet huaja, por që ne të marrim investimet huaja duhet jemi serioz njëherë brenda kufive kombëtar, pra me ato që ne bëjmë edhe me ato që ne aplikojmë. Dhe mendoj që është shumë e rëndësishme stabiliteti që ne tregojmë, jo vetëm ekonomik, por edhe stabiliteti fiskal, tatimor, po edhe ligjor, sepse një vend i cili ka një ndryshueshmëri shumë të shpeshtë të ligjeve nuk tregon stabilitet. Pra, absolutisht. Janë gjithë të lidhura njëra me tjetrën. Pra ne nuk mund të flasim për ekonomi veçmas, edhe veçmas të flasim për politikë bërje, për ligje. Është një ekosistem i cili funksionon i lidhur dhe zinxhir me njëra halk me tjetrën. Së pari drejtësia do të funksionojë në një vend, sepse kompanitë e huaja duan garanci që drejtësia funksionon, marrëdhënia e tyre me shtetin, marrëdhënia e tyre me konkurrentët, marrëdhënia e tyre me qytetarët dhe gjitha pika fokale për investitorët e huaj është një sistem drejtësie funksional edhe i cili jep të garanci ligjore se atë njohin, pra ata njohin la carta canta. Po, është një shprehje që unë e përdor shpesh në fakt, kur thonë italianët la carta canta, pra është shumë e vërtet, në shqip themi e zeza mbi të bardhë, pra dhe unë atë marr në konsiderat, pra çdo gjë që unë duhet bëj ose duhet programoj si biznes, lidhet me rregullat, ligjet, standardet që vendi më vendos. Kështu që mi ligji, mi marrëveshje, gjithë parimet e paramenduara dhe paracaktuara. Zoja Boja, vin tek pjesa pak më legjera, përdorim fjalën italisht, e flasim hapur që është thënia e javës. Lutem nëse mund të përzgjidhni një thënie të mençur nga popujt edhe nga individët. Okej, shpreha është që çdo ditë e re sjell një shans të ri për të ndryshuar jetën tënde. Mendoj që ky është një sugjerim në kontekstin si individ. Është e vërtet që ne çdo ditë kemi mundësi të reja, por këto mundësi që ne kemi duhet i përdorim mirë, dhe pse jo të bëjmë ato analizat, pra përpara se në momentin që njihemi me këto mundësi të reja, duhet edhe t'i analizojmë duke marrë në konsiderat sa përfitojmë ne nga kjo gjë, pra cilat janë mundësitë edhe cilat janë rrisqet e kësaj gjëje të re që ne na vjen. Ne në ekonomi themi costo opportune, pra zgjedhja e alternativës më të mirë, dhe kur zgjedhim alternativën më të mirë, bëjmë një sër analizash, pra qofshin përfitueshmëri financiare, personale, e kështu me radhë. Zona Boja, faleminderit që ishit në Flasim Hapur në Durrës Lajm. Faleminderit ju për ftesën, kënaqësi. Faleminderit që na ndoqët, miru takofshim në episodin e radhës.